Jemi rikëthyer në studio të nderuar miq, e tani do të shkojmë në Zarfin Zi, siç e ceka edhe më herët, unë po ja përcoj në dorë Ryvës, ajo e hap, le t'i lexojmë pyetjet edhe çka do të përgjigjet. Shpresoj ka më na përgjigjen krejt. Na i denim s'ka kështu aty. Nuk ka kështu dënime shumë të rrallë. Kira në rastisht ku na i denim. Urime Ryva, ke vendosur të hapësh Zarfin e Zi. Rrjedhimisht do të na tregosh. Një aktore kosovare që meriton çmim Oscar. Është një aktore shumë e mirë, është Ryva Kajtos. Gjithmonë përveç vetes. Po varet aktore, kemi aktore shumë të mira në Kosovë. Kemi aktore të teatrit që janë më të mira se në film, kemi aktore që janë më të mira në teatr. Më të mira në film se sa në teatr. Okej. Është një farë dallimi. Okej. Po ja të ndalemi një herë të ti derisa ta mendosh ndoshta një emën. A e preferon teatrin apo filmin më shumë ose serialet në cilat merr pjesë? Tash mu nuk më ka ra përpas filmave të shkurt, nuk më ka ra me lujt në ndonjë film të madh, sepse nuk kam qenë aktive dhe përpas që s'kam qenë aktive nuk është se është bo nami në këtë industri. Nuk fatkeqësisht. Po kisha pas qef me lujt në i film, pse jo. Përndryshe unë i dashuroj filmat. Para se me marrë një jetë fëmijët e mi, unë s'komplet pa i pa, mas pak të 2 filma, i du shumë. Edhe ta që kanë fillu fëmija më rrit, i vënojnë gjumë edhe koha jeme është para televizorit të këshyrë një film, qoftë horror, I preferoj filmat të bazuar në ngjarje të vërtet. I du filmat e frekshëm, po edhe jëmë të dzajk në shpe mandej. Këshyrit drita, lodhezon, derit në dyrët i msheli, edhe është kështu... E thojnë se aktorët, kur këshyrin filma, nuk e përjetojnë shumë filmin, për shkak se ata në një farë mënyrë vetë e imagjinojnë qysh po realizohet filmin. Po, bashkëpyetje e mirë, se adi kur nuk... Unë e hi shumë në film. Po, në momentin që janë disa filma nashta që janë bo ma heret edhe jënë do gabimet vogla që mu më qesim prej... Do ta të e këshyrë dhe me një sy... Që ta është vone, ku pa një film, shumë të mirë që në fond ke bazuar në ngjarje të vërtet, filmi ke shumë i mirë, për realizimi nuk ke shumë i mirë, edhe ta është gjëna, se ku ka konë ngjarje vërtet, e nuk e kanë realizu, bash qysh pas ka da është më realizu. Kështu që ka momente që na e shofi me një sy tjetër, se vete punojna, e sidomos e kritikoj vetën, kur në skenat ndishme, unë e vazhdoj me qajt në për filme, e thëmë se po kam, këj film është edhe që bot filme. Po vra, do më thonë, me pa një aktore që shanë me një film, një këta që se din, po ti që po e din. Fikrisht është aty po e ndaj. Se hi mrena në film, me përjetoj shumë edhe... Ama mirë, se është janë të pak në filmin. Ishë jashmose, dhe më thonë shumë ushena me filma. Sa mirë. I du shumë filmat, edhe ka raste kur në herë qëllon edhe Fidoni aty, zakonisht nuk qëllon së është pun. Edhe Ninaj. Ryva e njëse, a? A e njëse? Ku më të me shku? Ku më të me shku. Kështu që po, filmat i dashuroj. Unë s'jem kompetente me dhonë qmi në Jo, sigurisht mendimi vetë. Po, si aktore edhe që ka marrë shumë pjesë dhe në shfaqe dhe sidomos në filma, është Adriana Matoshi. Që edhe unë e du si person, si aktore, shumë aktore e mirë, edhe qmimin ja kësha dhonë Adrianës. E përshëndesim. Mendoj se edhe unë ndajt njëjtin mendim, do më thonë, nuk jam kompetent, po edhe mu më pëlqen ja zakonisht shumë si aktore, kështu që përgjigje shumë e bukur. Jo shumë large kum pas në darkë në shpe. A jo? Okej. Pasa korruptu. E kam edhe me keshtë të mirë. Shumë mirë. Jo për ata, po krejti din që është aktive dhe vazhdo me qenë aktive. Në qëfar do lloj zhanri, qoftë seriale, qoftë filma, qoftë teatr, është në kogja e mirë. Shumë mirë. Kena dhe tjera, po? Pyetja e dytë thot? Një gënjeshtër që ja ke fan Fidanit dhe ai nuk e di. Vallajnë pa modesti. Po, sidomos Fidanit nuk e rrej asnjëherë. Janë këto të bardha në kuptimin, hajt mos me bo marak në isen. Për që ata, se jo ta më puna me gënjy. Jo, s'është problem. Unë kështu se nuk është pjesë e emja me rajt. Edhe preferoj me kallzu drejt. Po edhe ma herët. Edhe
ju parapribile, gjona që nështë amenoj që nuk është e hishmë, ose nuk është bash, ma mirë vlo kalzoj vetë, se edhe partneri e merë, e pranon shumë ma mirë. Po, krejt që ka mu me thonë është nëse në diqka, naj veprim ose naj diqka, mënona që gjatë ditës, mus m'ja thonë, ose me ik, pa e komentu. Po jo nëse më vetë direkt, pa tjetër që të nga me kalzu, se kam shumë inatë, ose nuk nina okej nëse një veprim ose një gjatë që e kumë bone, me marrë vesh për dikuj tjetër, e jo pej me, se përderi sa nuk ka gafat ndaja, ose nuk ka diçka madhore, se ne jemi të pjekuna dhe jemi të vedishëm, sidomos na që jena ftyra publike, jemi edhe shumë feshma të kujtet shumë. Në përgjithësi, edhe nuk është diçka që mundet me pas. A një të regona a je në i grim gjeloze në raport? Gjeloze, kom qenë... Dhe më thonë, a je nga ato gratë që kontrolon telefonat? Jo. Jo, nështë kjo veti, edhe prej anës teme dhe prej Fidanit, e kemi një raport fantastik, se nuk kontrolomi për njëni tjetërit. Nuk jam marrë, telefonin jam marrë, se ajo diskutohet, nuk do dhe ajo ka telefonin tem në dorë, po nuk na ka e dridh një nëse ajo ka telefonin tem. Familjarisht e bojmë telefonin e tonë e ti. Po nuk, deri sot nuk kemi has naj vegës ku mu kap që me ardhë deri të gjelozia. E kemi një raport që ndosh edhe unë e Fidanin e kam edhe shok, nuk e kam veç kjo është më rëndësishme një raport. Dhe më thonë nëse një diçka e bukur nga kalon ka syve të qof femën, të qof mashkull, na komentojme edhe stilin, edhe ajo është shumë i palestrum, edhe na bjenë në sy njerës të formum fizikisht, muskojt, trupi mirë, i formu mirë, shu që nuk kemi heq të lashe. E sheni anën pozitive në gjo? Heq kemi të lashe, absolutisht. Edhe se kom pas as në ere këtë problem. As prej anës tina, as prej me pavarësisht, pëse unë sidomos e kom një profesion që është pak i ndishëm këtë pjesë edhe ka mundësi edhe me gjelozu. Edhe fakti që ki të bëjsh me shumë persona, shumë njerës në të rëshëm gjatë ditës. Shumë persona, shumë eventa, shumë... Po, ku pas shumë fatë që Fidani më ka mirë kuptu edhe nuk kemi hasë në telashe dhe vazhdojmë për kundra zi Fidim për krah dhe më stimulon që unë me punu dhe mu s'mo nalë as njëre. Do thotë është kërësish një raport i shëndosh. Më stimulon edhe për palestër edhe për gjithë shka. Wow, njëri perfekt. Atëhere. Dhe më thonë, gënjështra s'kina. Jo. Si e ke registru numrin e vjerës në telefon. Taram, vetë sa fola me to, dhe më thonë, vetë se athira ndrejk. Kemi një raport shumë mirë. Në fakt, kjo pyetje, për qëllim e ka me arrit aty me nga të regu pak raportin që ke ndoshta me... Kemi një raport shumë të mirë. Unë si tip jam shumë fani, jam gazmore, jam sidomos njerës të familjes, kam qef, mus me pas as njere keq kuptime ose diçka që jo të kanëshme. Nuk ka shanca me shku 3-4 ditë unë mos mi ftu në trek, në dark. Sa bukur. I marr, dalim, shëtitim. Kështu që sot i kom thirrë në drek. Qështu thash Fidanit thirrë se mas intervistës është kemë për drek. Sa mirë. Kështu që i thirri, kena raporte shumë mira. Emri i vjerës tam është Shukrije, po Fidani ndashta prej dashnis e thirë Tukël, edhe njëjt e thirë edhe one. Veç që në Fidani e thirim Tukël, që që edhe emrin ja ku regjistru Tukël. Emrin për gdhelës. Po, fëmija thirë Nanush, kështu që shqyqër që e kemi Nanushin. Shumë bukur. Që to ishin 3 pyetjet që më kanë taku mund zarfën e zi. Nuk kom shtishëm goshta, jo. Që mirë jene. Jo, kur e kuptova që je edhe me grep, tashmë s'ta morojmë shumë, direkt mi ndruun, se në konë edhe ma të këqia. E në konë edhe ma të këqia, dini me konë edhe ma të këqia. Di me konë nga njerë. Me mu argjen, gjithë e mu. Jo, me ty jo. Unë e ceka se je pak eftofne, edhe je shumë angazhume. Plus ku me po drejk, kalzova që me po drejk, se pas ke mund sa fersante dhe... Nese, emisioni transmitohet më mramje. Emisioni transmitohet më mramje, po nuk ka rëndësi. Unë të falenderoj shumë që gjete kohën edhe erdhe, e ndjeva shumë sinceritetin tënd në krejt përgjigjet e tua, që për mua ishte vërtet një kënaqësi e madhe, edhe për shkak të asaj që ne njihemi
ka shumë vite se që të cekit në fillim edhe kjo më bani shumë qefin. Po, pa tjetër.